Dhe nga një qytet i rëndësishëm si Berati, do të shkojmë në një tjetër qytet shumë të rëndësishëm, ku shpesh herë mediat prestigjioze ndërkombëtare, sidomos zonën e Ksamilit, e kanë quajtur si Maldivet e Ballkanit. Me Petri Bozon, aty ku edhe Miss Shqipëria vazhdon itinerarin e saj për të promovuar edhe më tej bukuritë natyrore. Mirëmëngjes Petri. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Flori, mirëmëngjes Matja. Faleminderit shumë që jemi ne edhe këtë paradite, edhe këtë mëngjes, duke qenë se tashmë turi i Miss Shqipëria ka nisur, ne kemi parë dhe jemi mrekulluar nga bukuria e vajzave, por gjithashtu edhe bukuria e Shqipërisë. Të paktën nëse referohemi atyre pamjeve që vinin nga Vjosa dhe nga rafting që kishin bërë. Megjithatë pak më shumë rreth këtyre destinacioneve që kanë vizituar vajzat, mund ta tregoni ju zoti Bozo. Atëherë ne ndodhemi që prej mbrëmjes së dieshme në Sarandë. Do të kemi një ndalesë 3 ditore në këtë qytet. Saranda është një nga destinacionet që është prekur më shumë me eventet e mia në historikun 27 vjeçar, jo vetëm të Miss Shqipërisë, por edhe të Miss Globit, sepse edicioni i dytë i Miss Shqipërisë është zhvilluar në Butrind, edicioni i 2003-shit është zhvilluar në Kalan e Lëkurzit, e pastaj 2 edicionet Miss Globi 2006 dhe 2010 janë bërë në këtë qytet. Kështu që kam shumë kujtime me Sarandën. Saranda është pjesë e fillimit të destinacioneve që lidhen me etydin e detit. Më pas ne do të përçedojmë drejt jugut në ndalesë në Porto Palermo, i Mar, Dërmi. Dhe kryesisht etydet e detit do t'i trajtojmë më shumë duke e parë tokën nga deti, pra do kemi shumë udhëtime me mjete lundruese gjatë këtyre ditëve për të zbuluar jo vetëm plazhet e gjiret që ka gjithë kjo vijë bregdetare, por edhe do të alternojmë njëkohësisht me pjesën historike tradicionale të trashëgimisë kulturore që unë kam të pashmangshme në gjithë edicionet e mia. Këtu afër jam me Ertemionën, që është pjesë e produksionit për 10 vjetësh, Ertemiona Mejdani, Miss Shqipëria 2009. Nëse do doni t'i bënit në një pyetje dhe Ertemionës, me kënaqësi do t'ju tregoj impresionet e veta. Dje ka hyrë për herë të parë në Gomone në rafting, po. Domethënë si gjithë vajzat e Miss Shqipërisë nuk e shmangu dot tundimin për të hyrë edhe temka, i themi në shkurt, në Gomone. Shumë mirë. Po, sigurisht që do donim të merrim një ekspresion të Ertemionës, së pari në vlerësimin e saj dhe për eksperiencën që ka patur për Miss Shqipërinë, si e vlerëson edhe por më tepër që është bërë pjesë e këtij turi dhe po përjeton kështu emocionet bukura dhe adrenalin duke eksperimentuar edhe sporte të ndryshme për herë të parë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Është një eksperiencë e jashtëzakonshme, është një eksperiencë që vjen një herë në jetë, por në rastin tim është viti 10 që po e përjetoj, jo si konkurrente këtë radhë, por duke qenë pranë këtyre vajzave, të cilat kanë të njëjtat ëndra, të njëjtat ndjesi dhe të njëjtat emocione, ashtu siç unë kam patur 16 vite të shkuara. Bukur Ertemiona, dhe si ka evoluar, jemi kurioz shumë bukuria e vajzave shqiptare, pa diskutim që ka një lloj, le të themi, përmirësimi të genit shqiptar. Vajzat gjithmonë e më shumë bëhen më të bukura dhe gjithmonë e më shumë e vështirë bëhet për të përcaktuar mes konkurrentëve se cila do të jetë ajo që do të mbaj kurorën, apo jo? Sigurisht, ka evoluar, sot kanë mundësi akoma më shumë për të promovuar veten. Ne gjithmonë kemi pasur vajzat bukura, por sot ato kanë ndihmën e rrjeteve sociale, kanë ndihmën e mënyrës si të lancojnë veten, kështu që është shumë e thjeshtë për to. Qartë, mirë. Unë do doja pak të dija peripecit me të cilat është përballur Petri Bozo gjatë këtyre ditëve të turit të tij. Se ja them unë, po. Dgjoj, Matilda, ajo që doja të theksoja gjatë pjesës që të pazbuluar nga turi liqenor i Pogradecit dhe i Strugës që ne u lidhëm pak ditë më përpara, është që impresioni që m'la gjithë pjesa e rrugës nga Korça në Ersek në Leskovik në Përmet dhe në Këlqyr.
Në pjesën më të madhe të qëndrimeve ku kemi ndonjur nuk na u ndan sazet. Domethënë çdo lokacion që ndalonim ose ishim në mbrëmje do kishte patjetër ose në drek do kishte patjetër një orkestrin me saze dhe kryesisht me klarinet. Kështu që edhe dije për shembull në ndalesën që bëm në Këlqyr, ku na shoqëroi kryetari i bashkisë i Këlqyrës Klementi, nuk munguan në grykderdhjen e Këlqyrës dhe një pikë shumë e bukur turistike, sazet. Po nuk është Më bëri peripeci kjo, përshtypje Petri? shumë pjesa e Këlqyrës, sepse urdhëro? Nuk është peripeci, që ne krasë... Jo, peripecit janë. Okej. Jo, peripeci është sepse mas i digjon 2 ore gjysmë saze fillon nuk digjon mirë nga vesh i majtë, në kupton? Kështu që është peripeci për mua, se çupat, okej, kërcyen, hodhën valle, edhe më bëri përshtypje se ky grupimi i këtij viti mendoha që do kërcente vetëm muzikë moderne, jo më dinin gjithë vallet, që nga pogonishtja, vallet çamet gjitha. Kështu që janë mirë të alternuar edhe me muzikën popullore tradicionale shqiptare. Pjesa e raftingut ishte shumë interesante me Vjosa Explorer, sepse gjithë para përgatitja e vajzave për të hyrë për të trajnuar për gomone ishte një gjë që unë nuk e kisha përjetuar, edhe më hëngri pak kohë, duke qenë se i programoi oraret shumë fikse, fillova të debatoja me udhëheqësit e raftingut për këtë detaj. Por e gjitha shkoi shumë bukur pastaj, deri në fund. Na kapën pak temperaturat e larta në xhirimet në përmet, sepse ishte temperatura 38 gradë dje. Po pastaj çdo gjë shkoi rodhi i lirshëm deri në Këlqyr, ku ato pjesa e ujit që buron nga mali është fantastike dhe ishim më qetë. Saranda pastaj në mbrëmje që mbritëm është një qytet që akoma nuk ka filluar të vrullin e të mërshëm të turistëve, po që duke u sjellë me autobus nëpër Sarandë është prap me rrugët e ngushta është prap i çike sikletshme. Me siguri pjesa e tashmë udhimit brenda qytetit. ju pret Butrinti, Ksamili, besoj, si do të jetë turi i vajzave në vazhdim? Po, sot do të kemi një vizitë të shkurtër në Ksamil dhe në Butrind, pastaj do t'ja referojmë pjesën e Masdites, një udhimi me anije, për të kapur perëndimin për gjitha ato imazhet spektakolare që unë do t'i montoj dhe do t'i shtrydh, po themi, në post-production për natën finale. Nesër gjithashtu do të kemi prap një pjesën tjetër të krau të Bregdetit Sarandës në drejtim të Kakomes edhe gjireve të tjera për të bërë prap një udhim tjetër me anije. E gjitha kjo sot do alternohet me një super dark edhe duke bërë tifozeri prap, se na kanë kapur edhe ndeshjet e kombëtarës në këtë udhim, kështu që jam munduar që në çdo pikë stacionare ku do darkojmë të kemi patjetër një ekran të madh, edhe patjetër që të bëjmë tifozlik ashtu siç e bëm në Strug kur ishte ndeshja me Serbinë, edhe sot me Lituanin shpresojmë që të dalim me një fitore. I kam thënë gocave që të mbajnë një kështu hajmali për fitoren, kështu që besoj se dëshira që po i lutemi Perëndis do ta dëgjoj. Petri, ishte shumë kënaqësi që komunikuam sërish bashkë sot, pavarësisht se ndonjëherë ne zilepsemi se jemi në studio dhe ju jeni duke shijuar bukuritë, por rëndësishme është që këto komunikimet së bashku na e amortizojnë pak këtë natyrën e bukur që ju keni ande. Temperaturat e larta. Temperaturat e larta. Kalofshi bukur. Ju përshëndesim. Faleminderit shumë që ishit me ne. Faleminderit shumë. Punë të mbar, ditë të mbar në vazhdim.